zbatimi I këtij plani? Para disa muajve na ka erdhur me email drafti I këtij plani veprimi për romët dhe egjiptianët, ku ne kemi ndërhyrë në disa pika dhe po shikoj që ato janë të përfshira dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Një ndër pikat më kryesore që ne kemi patur ka qenë problematika e përfshirjes së komunitetit rom dhe egjiptian tek ndihma ligjore falas, ku ata do të marrin çdo veprim tek ky institucion do ta marrin falas. Janë përfshirë në pikat e strehimit, të arsimimit dhe punësimit, si dhe atë të vendimarrjes. Si do të monitorohet dhe kontrollohet zbatimi në nivel lokal? Ne kemi planin e veprimit, planin social I veprimit e përfshin në planin e veprimit për romët dhe egjiptianët, ku në të janë përfshirë të gjitha ato pikat ku ne kemi patur problematika dhe ndërhyrjen e tyre që do të bëhet. Si do të përfshihen vetë komunitetet në vendimmarrje? Duke patur aktivitete të ndryshme ndërgjegjësuese, organizatat e shoqërisë civile, ne si institucion, avokati I popullit, pra të gjitha institucionet e pavarura duke përfshirë dhe vetë individët, do të bëjmë të mundur përfshirjen e komuniteteve rome dhe egjiptiane në vendimmarrje. Por kjo gjithmonë do të realizohet edhe fal bashkëpunimit që ne do të kemi me aktorët e tjerë. A ka masa konkrete për vitin e punësimit? Janë programet e nxitjes punësimit ku përfshin komunitetet rome dhe egjiptiane, por këtu le për të dëshiruar pasi vetë komuniteti rom dhe egjiptian është një komunitet I cili ka një nivel të ulët arsimor, plus diskriminimin e tërthortë që u bëhet këtyre personave nga firmat e ndryshme, nga kompanitë e ndryshme private për t'i marrë në punë. Pra mund të themi që kemi anën e medaljes programet e nxitjes së punësimit, përfshirjen e këtyre komuniteteve, por nga ana tjetër kemi që nivelin e ulët arsimor I cili I penalizon ata për të vazhduar më tepër. Po, çfarë bëhet konkretisht për të parandaluar braktisjen e shkollave? Ne kemi vendosur pushteti lokal, duke parë segregimin e shkollës në infrashëri, e kemi theksuar shpeshherë, e cila ka qenë një ndër problematikat kryesore për vetë komunitetin rom, komunitetin egjiptian dhe gjithë shoqërinë tonë. U bë vendimi I gjykatës së Strasburgut, ku vendosi që po kjo është një shkollë e segreguar dhe duhet të ketë një plan masash. Me daljen e këtij vendimi janë marrë masat dhe është vendosur mediatori kulturor, I cili merret me sjelljen në shkollë të fëmijëve dhe mosbraktisjen e saj, por nuk është vetëm puna e tij, është puna e të gjitha institucioneve, është puna e të gjithë aktorëve që janë të përfshirë në këtë plan veprimi dhe politikat e nxitjes për nxitjen e arsimimit dhe mosbraktisjen e shkollës janë të shumta. Aktivitetet e ndryshme që janë bërë, marrja e bursave në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave 666, e cila nuk është zbatuar plotësisht dhe ne si institucioni komisionerit kemi patur gjithmonë raste të cilat I kemi ndjekur, nuk është për fajin e institucionit të pushtetit vendor në këtë rast që është Bashkia që jep bursa, por numri I kërkesës ka qenë shumë I madh dhe dhënia e bursave nga kuotë nga Ministeri I Arsimit ka qenë shumë e ulët, gjë që ka bërë penalizimin dhe uljen e frekuentimit të shkollës nga vetë fëmijët e këtyre familjeve në nevojë. Si do të luftohet diskriminimin në praktikë? Si do të luftohet? Ne kemi filluar të bëjmë aktivitete të ndryshme, ditë të hapura me të gjithë komunitetet, me grupet vulnerabël, ju kemi dhënë atyre mbështetje në rastet e ndryshme që ata kanë patur, I kemi ndërgjegjësuar më tepër që të dinë ku të drejtojnë, pavarësisht se unë vi nga ky komunitet dhe përdorimi I gjuhës që ne kemi me komunitetin është akoma më thjeshtë dhe ata ndjehen më mirë kur vijnë këtu tek unë. Kjo ka bërë që shumë raste që kemi patur për diskriminim të zgjidhen duke mos shkuar direkt në Tiranë, domethënë tek zyra qendrore, por janë zgjidhur duke patur një ndërmjetësim ndërmjet institucioneve të ndryshme, në këtë rast kanë qenë për punësimin, për vendosjen e ndihmës ekonomike, dhënien e ndihmës ekonomike, për marrjen e bursave që thash pak më parë dhe për raste të tjera që ne kemi patur strehimin që është një plagë shumë e madhe. Po, atë do të bëja pyetje edhe unë, të kthehemi edhe një herë planit. Çfarë zgjidhjesh konkrete ofron për strehim? Mund të them që në Bashkinë e Korçës ne kemi 4 zona, të cilat quhen zona të nxehta që janë të mbipopulluara nga komuniteti rom dhe komuniteti egjiptian. Janë zona e gjeologjikes, janë 2 konviktet, ish konvikti I bujqësores, është ai I mekanikës,
është konflikti lart i ish mjekësore, si quheshe, dhe pjesa e fajancës. Janë 200 familje, në qoftë se mbledhim totalin, të cilat jetojnë bashkë. Në qoftë se shikon kushtet e konflikteve dhe zonës e gjeologjikes janë shumë për të dëshiruar, pasi në konfliktet janë të përfshirë 5 familje me nga 4 antarë si kur t'i zesh, 20 antarë kanë një tualet të përbashkët, gjë që kjo është një diskriminim që mund të them dhe një shkelje të drejtave të njerëzit, ku atje nga çasti në çast mund të ndodhë diçka. Është ngritur si problematik nga ana e institucionit, kemi marrë një përgjigje nga ana e bashkisë e cila do të ndërtojë disa banesa sociale për këtë kategori, por nuk do jenë vetëm për komunitetin rom dhe komunitetin egjiptian, por do të jenë dhe për pjesën tjetër të cilët nuk kanë mundësi për t'i paguar. Duke parë programin e strehimit, është një ndër pikat kryesore të tyre është edhe dhënia e bonusit të qeras, që do të thotë familja e komunitetit rom ose egjiptian ose edhe një familje tjetër e komunitetit në nevojë duhet ta gjejë vetë këtë shtëpi dhe të bëjë një kontratë dhe bashkia i paguan 70% ose 100% të bonusit të qeras. Ne këtu kemi një diskriminim të tërthortë që do të thotë shtëpi ka bosh, pronarët duke parë që individi, familja i përket komunitetit rom dhe komunitetit egjiptian, nuk mundet t'ja u japin atyre. Në këtë rast ne nuk kemi çfarë të bëjmë një ndërhyrje, por duhet nga vetë pushteti vendor me ligjin e strehimit duhet të shohin pak më tepër për dhënien e politikave ose nxitjen e këtyre politikave që janë për kompanitë, firmat e ndryshme që ndërtojnë pallate. Dhe një pyetje të fundit, si ka qenë ndërhyrimi sot jeta e tyre, çfarë problemesh kanë hasur në shkolla, në institucione, punësim, etc. Jeta e tyre është shumë e vështirë. Flasim për një pjesë të komunitetit. Atë që tham pak më parë, strehimi ka qenë plagë shumë e madhe, punësimi i tyre po ashtu për shkak se nuk mund të ndjeken dot të gjitha këto programet për shkak të arsimimit të tyre, por nga ana tjetër mund të them që komuniteti rom, në veçanti komuniteti egjiptian, kohët e fundit ka ndryshime. Ku e shohim ne ndryshimin? Shohim që kemi shumë studentë të cilët kanë mbaruar shkollën e lartë, janë për shembull, janë lidera për të dyja këto komunitete, dhe rom dhe egjiptian dhe për pjesën tjetër, por mbetemi tek lepër të dëshiruar punësimi i tyre. Pjesa e vendimarrjes është shumë e ulët, kur do të thotë ne nuk kemi përfaqësues në këshillat bashkiake të komunitetit rom dhe komunitetit egjiptian, edhe pse mundet kur vjen koha e fushatave zgjedhore ne shfrytëzohemi nga subjektet e ndryshme të partive politike, por gjithmonë lihemi në fund të listës, nuk jemi në krye. Pra, gjithmonë shikojmë, edhe pse jemi në një numër të madh komuniteti egjiptian, shikojmë gjithmonë për vetëm thjesht për votë, jo për pjesë të vendimarrjes. Në veçanti komuniteti egjiptian, kohët e fundit ka ndryshime. Ku e shohim ne ndryshimin? Shohim që kemi me ligjin e strehimit duhet të shohim pak më tepër për dhënien e do na ndrojë dhe komisioneri kush e di kur do na vijë, jemi në problem. Ja popin edhe kafameti. Ditna në jetë e që vari lesh. Shkoj kur i ndjem ka gjuna. Shkoj gjuna, ky me mikë. E të mbota të shkoj. Vajta. Pse? Vetëm se ka tekë, si ka kamë. Ka bomë. Hajde mbaroni. Hajde do na Të thashëm që vetëm banjat mund të punë. Që banjat? Të dalë se truga, po. Të këto banjat. Lere se janë banjat të mi. Hyrje pallati, më këta jam për të shka për dy.
Tani u kujtuan ka. Do t'ju heqin nga shtëpitë. Sa ju I keni rëzuar juve. Po ne I kemi rëzuar mure, po çfarë kemi bërë? Gjanjat e këtyre të burrave I kemi ndarë. Si janë mirë na. Ti do t'ja shpirë në fix, në fix. Po në stopi ta shpirë. Po ime në fix. Po përse me ju mora? Po që ke frikti? Në më sa të shpirë në të shtu. Po mja me ti në shtu. Si ka e në filua. E po date për të të lejë tërë të dynja do na. Ja, urdo. Nuk vdesin do. Po si s'vjen një qeveritar, po të shikojnë ku jetojnë. Vetëm cepat e tyre. Po që pira atyre me kopte në kropë. Kushte, qarë kushte o shikojnë? Pelejshi që e përmënoptë, mos e gjithë të E dita. shtyp të maqine e o dhe të zonë. Isha Allah me gjithë fëmijët. E, amin. Jo, Ta jo. kuamë. Kushte. Ku kemi kushte ne mobi. Urdo, ja. Tu, jo, ka dhe lartë. E di. Ato. Mari përpja infekcion. Katastrofë, Ja, to atë janë banja, për teja. Që bëra jo kemi ne, E iki. Do t'ju bëjmë kështu, t'ju bëjmë ashtu. Me mashtrime, me gjinisht, sa ti ka dhe andaj shikon me nën, ja. Ja, muri te andajza. Ka paçka më të ka paçka. Ka paçka të qyrit, ka paçka. Ja, bejt, me të tëra. Në ç'kushte jetoni këtu? Ja, Ja. ko ushtem, ja. Si shikon kështu? Edhe si mos marim kam sa iri këtu në të vdejsi? Që vdejt të dirama me gjithë këta këtu. Vejtë për gjep në tyre mbushi. Neve, ma lanë si ata. A ku jetojt këtu? Pyk është muri. Të në my kemi në a ju së mur me zembrë, me tension, me azë. Shikoj. Po në fukare jemi, as qitat nuk rinë shu, se qitat rinë që... Ja, të murin që ka dhe të rëzuar. Brenda. Ka pikoj, në kokë ka pikoj. Po qatë të të shkramëre, Në shikoj mërët në ja. Urë, të rëmyke. Por I më neve, asë qeni së një. Ja, ku jetoj, në kasovë ka taj. Pa shiko qa vetë. Pa shiko aty mrapa televizorit prapë. Pashe. Pa shiko tavani po merë, ma mykë. Pa shiko tavani po merë, lartë. Po shiko, hajde më... Shiko atje me biri atje, shiko. E tëra, shiko. Urdë. Hajde shiko ku më bica vetë, ku më në mykë po rimë, më në mykë, shiko. Biko, vere dritën të marrë djali me foto. Hajde shiko, kurin leve, hajde. Hajde me një kome. Do t'japi shtëpi, ori. Mos ki mera. Unë kam Na para. do na shtëpi, e më bish. Ejti që ku. Do m'japi shtëpi, po po. E më mosu e. Ai po më vjen ti më fa. Na ejti që ku. Në të gjitha veprimet edhe ato parësore dhe dytësore thash falenderit Ina sepse edhe zëvendës kryeministri. Kjo si do të monitorojë dhe kontrollohet zbatimi në nivel lokal? Ti që? Shika, në një